Damian Gjiknuri zhvilloi pasditën e të martës takim me banorët e rajonit 4, pjesë e njohur si zona ekonomike. Banorët shprehen mbështetje ndaj Gjiknurit duke pohuar faktin se kur Gjiknuri ishte drejtues politik në Vlorë, veçanërisht për këtë zonë, ka dhënë kontribut duke lobuar për implementimin e projekteve apo investimeve infrastrukturore. Ata kërkuan nga Gjiknuri vijimin e legalizimit të objekteve në këtë zonë, duke hequr përfundimisht atë vijin e kuqe që ndan klasifikimin e zonës industriale nga ajo urbane. Kjo kërkesë e banorëve erdhi pasi Gjiknuri ishte i vetmi që me ndërmjetësimin e tij e mundsoi kur ishte drejtues politik në Vlorë, duke i hapur dritën jeshile procesit të legalizimit. Banorët deklaruan se vetëm ai mund ta çojë deri në fund të proces, jashtë të cilit kanë mbetur 85 banesa pa u legalizuar. Të gjithë premtimet që i ka premtuar, i ka realizuar 100%. Pavarësisht që i kanë larguar ka vetë në rreth e tjera, por përsëri mendjen e mante këtu tek zona. Dhe më pyeste disa era, si është zona, si janë lagja, si kanalet. Ne jemi nderuar, domethënë që erdhe në zonën tonë, duhet që të më heqi shatvinë e kuqe që kanë vënë vit kuqe që ti e hoshën 2007-ën, janë 180 familje dhe janë bë vetëm 135 dhe kanë ngel 80 sa familje pa u legalizuar. Dhe vota do të jetë për ty, se ne duam njerëz që të punojnë dhe mos të mashtrojnë. Të votojmë numrin 5. Gjiknuri duke i falenderuar banorët për mbështetjen, pohoi se dha ndihmë konkrete në rastin e ndryshimit të ligjit në dobi të komunitetit, përmes largimit të vijës së kuqe të zonës ekonomike të lirë, e cila i hapi rrugën legalizimit të banesave, urbanizimit të plot të bllokut të banimit, ku investimet e banorëve ndër vite u konkretizuan me të drejtën e tyre për të zotëruar pronën. Me drejtimin tim politik duke qenë edhe një shembull konkret të ndihmës konkrete, siç ishte rasti i ndryshimit me vendim qeverie në dobin të banorëve, pra largimi i vijës kufizuese të zonës ekonomike të lirë, e cila i hapi rrugën legalizimit të banesave tuaja. Do doja një votë mirënjohje nga kjo zonë, nga kjo lagje, edhe për ato që u kam bërë. Që investimi im personal për ta ndryshuar atë vendim qeverie, për t'i hapur rrugë legalizime dhe pjesa më e madhe e tyre u bën fal asaj ndërhyrësime. Gjiknuri u ndal tek investimet konkrete që po implementohen në Vlorë, duke ofruar perspektiva të shumta zhvillimi për një të ardhme më të mirë. Partia Socialiste dhe qeveria e saj ka bërë shumë për Vlorën. Vlora po ndryshon për ditë. Vlora ka investime të mëdha. Vlora jo larg vendit ku jeni ju do të bëhet një port i ri tregtar, që do të sjellë më shumë mundësi ekonomike për zonën, se ku ka port tregtar, zhvillohen dhe më shumë industrit. Do të ketë më shumë mundësi për punësimin tuaj, jo shumë larg vendit ku banoni. Aeroporti i ri natyrisht që do të sjellë më shumë zhvillim. Kjo ka një perspektivë që quhet Partia Socialiste dhe Edi Rama. Gjiknuri theksoi se ka shumë arsye për të votuar Partinë Socialiste në Vlorë. Kryesorja është gjithë investimet që janë bërë në Vlorë dhe shumë të tjera që po bëhen. Vlora po ndryshon çdo ditë fal investimeve të qeverisë. Ai ju kërkoi banorëve që votën e tyre ta vlerësojnë politikisht, duke theksuar se për të ndjerë të përfaqësuar, atyre ju duhet një njeri që përfaqëson vlerat e Partisë Socialiste, një njeri të provuar që jo vetëm të flas, por të zgjidh probleme. Nëse me 4 vjeçarin tjetër Partia Socialiste do ta bëjë të mundur futjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ne do të kemi mundësi të përfitojmë investime të mëdha nga Bashkimi Evropian. Vetëm me Partinë Socialiste ne do të vazhdojmë rrugën e nisur dhe do ta bëjmë realitet. Dëgjoj nga njerë që llafet të tilla që Damian Gjiknuri është i dal, le t'ia japim edhe këtij tjetrit, votën tuaj vlerësoni politikisht. Qofse do të doni një njeri me eksperiencë, një njeri të provuar, një njeri me karakter politik, një njeri që përfaqëson vlerat e Partisë Socialiste, unë mendoj që një vot për Damian Gjiknurin është i garanci më shumë në këtë drejtim.